Por është një fakt që ne në shqetëson si jurist. Cili? 11 antarë të GLP-s, a kanë certifikat sigurie? Normalisht duhet të kenë certifikat sigurie nga autoriteti i sigurimit të shtetit. Duhet ta kenë të certifikuar, ka zonja Sula. Kanë origjinë, kanë prejardhje nga segmentet e sigurimit të shtetit, kanë punuar në shërbim të sigurimit të shtetit, kanë dosje në shërbim të sigurimit të shtetit. Kjo duhet të ishte një certifikat. Po ashtu edhe antarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Duhet i kishin. Keni dyshime apo thoni që duhet t'i kenë? Duhet t'jetë. Po mund t'i kenë? Duhet t'jetë. Jo, të jesh i bindur që si kanë. Mund t'i kenë një ose dy, por tjertë nuk i kanë fare. Duhet t'i kenë. Sepse edhe këta që janë... Falë, këtë deklarat ku e bazoni? Ne e bazojmë sepse duhet t'a bëjnë transparente pozicionin e tyre. Duhet t'jenë transparent. Unë për veti kam aplikuar në autoritetet e sigurimit të shtetit, më ka pajis me një vërtetim autoritetit dosjeve, dhe unë e nëzirë ku do në çdo aspekt profesional dhe politik ku linë nevoja. Sepse janë të gjithë pjesa me malla ishë antarëve të KLP-s dhe një pjesë e KLG-s janë që i kanë shërbyer para viteve 90. Dhe duhet ta bëjnë transparent pozicionin e tyre për para 31 marsit të 91-shit. Kjo do ishte shumë e nevojshme për të qenë të sinqertë për para publikut dhe para shqiptarëve.